Protesta e opozitës mbrëmjen e së shtunës i pati të gjitha: revolt, reagime, përplasje dhe shoqërime të shumta drejt komisariateve të Tiranës. Llogarit në fund sollën një fatuar të papërballueshme për një vend që thotë se është demokratik. Zelli i pashqegueshëm i strukturave të rendit për të aplikuar dhunën në mënyrë jo proporcionale është shenja më e fortë që dhuna nga strukturat e rendit në vijim do të jenë edhe më të ashpra. Strukturat tona të rendit nuk treguan amatorizëm, por militantizëm, ashtu sikurse politika në pushtet. Ata ndjejnë se po u shket dheu nën këmbë dhe në mëllef e sipër vendosën të zëvendësojnë uniformën e rëndë të policisë me tutat e sportit të rilindjes. Gazi lotësjellës i përdorur dendur ndaj qytetarëve protestues prej 2 vitesh është i skaduar. Syt në balli kish policia e Prodës, por perdja ma vi është siç e pen qeliku për të mos menduar jetën e çdo qytetari. Lëshimi i helmit masiv depërtoi edhe në shtëpitë e qytetarëve. Ardi Veliu zbraste gazin në rrugët e Tiranës kundër protestuesve të opozitës në vitet 2019-2020. Gazi skadoi bashkë me një qeveri e policisë të skaduar me kohë, por që vijon të helmojë çdo ditë qytetarët e mbetur në një vend që po zbrazet çdo ditë më shumë. Tashmë kryepolici është tjetër, ministri është tjetër, por forma nuk ka ndryshuar. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit është Ilir Proda. Kaloi me profesionalizëm të lartë testin e shkollës së partisë. Autobotet me ujë nuk kursyen kënd. Asgjë nuk ishte përfunduar derisa 3 kapuçzinj poliç të veshur civil rrëmbyen një fëmijë, vetëm 11 vjeçar. Jashtë do lloj protokolli e morën dhe e shoqëruan në komisariat. Të miturin Romeo K e mbajtën disa orë dhe më pas e lanë të lirë. Sipas policisë, fëmia po godiste me gur. Po dhe në qoftë e vërtet, sa forcë ka guri i një të mituri, kapuçzinjt në polici po demonstrojnë forcën.